Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije ndahet nga jeta në moshën 33 vjeçare aktori i njohur i serialeve. Kirk Mendes, i njohur për pjesëmarrjen e tij në disa seriale, ka ndëruar jetë në moshën 33 vjeçare. Lajmin për vdekjen e tij e bëri të ditur bashkëshortja Amy Hall në një postim në Facebook. Gjithashtu, edhe kolegja e tij, e cila ka luajtur në serialin e famshëm, ka shkruar: "Humbëm vëllain ton, mikun më të mirë, zemrën ton, Kirkun." Gjithashtu e përshkroi një përvojë të fortë personale që e bëri të ndihej sikur diçka nuk shkonte. "Isha në plazh kur e ndjeva. Para se të vinte telefonata, një delfin erdhi drejt meje sikur të më thoshte lam të mirë. Unë dhe Kirku ndanim dashurinë tonë për delfinët dhe oqeanin dhe në atë moment e kuptova", shpjegoi ajo. Kirk Mendes kishte qenë në njësinë e kujdesit intensiv të një spitali në Miami për 2 javë, pasi ishte diagnostikuar me një rast të rënd të pankreatit akut dhe sepsës. Sipas klinikës Sinai, pankreati akut shkakton nekrozë në një pjesë të pankreasit, ndërsa sepsa është një reagim ekstrem i trupit ndaj një infeksioni me potencialin për të shkaktuar dëmtime serioze të organeve ose edhe vdekje.